Dhe zhvillimet kryesore ju ftoj të ndiqni. Shqipëria do të mbyllë sot 3 kapitujt e parë të negociatave me Bashkimin Evropian, duke kaluar në një fazë të re të procesit antarësimit. Në një intervistë për Skan Televizion, ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se sezoni i prodhimit ka qenë i mbarë dhe ka pasur rritje të ndjeshme të eksporteve. Kontributet e punonjësve në arkën e shtetit kanë pësuar një rritje të ndjeshme, duke sjellë efekte pozitive në skemën e pensioneve. Qindra profesione të rregulluara do t'i nënshtrohen në rishikimin të kushteve për licencim dhe ushtrim me qëllim uljen e kostove administrative. Mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Shqipëria do të mbyllë sot 3 kapitujt e parë të negociatave me Bashkimin Evropian. Në konferencën e 9 ndërqeveritare në Bruksel, vendi kalon në një fazë të re të procesit të antarësimit, ndërsa reformat do të vjojnë që të monitorohen deri në mbylljen e plotë të negociatave. Komisionerja e zgjerimit Marta Kos e quan këtë një ditë tepër të rëndësishme për Shqipërinë. Negociatat me Bashkimin Evropian kanë hyrë në një fazë të re për Shqipërinë. Në Bruksel do të mbahet konferenca e 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, ku do të mbyllen 3 kapitujt e parë të negociatave. Bëhet fjalë për kapitullin 25 që lidhet me shkencën dhe kërkimin, kapitullin 26 për arsimin dhe kulturën, si dhe kapitullin 30 që përfshin marrëdhëniet me jashtë. Kapitulli 25 vlerëson kapacitetet e vendit për të përfshirë në programet europiane të kërkimit dhe inovacionit. Ai kërkon institucione funksionale, staf të kualifikuar dhe kushte që universitetet, studiuesit dhe bizneset të përfitojnë nga programet e Bashkimit Evropian. Kapitulli 26 përfshin arsimin, formimin profesional, rinin, sportin dhe kulturën. Në fokus janë rritja e cilësisë së arsimit, lëvizshmëria e studentëve dhe të rinjve, mos diskriminimi si dhe ruajtja dhe promovimi i diversitetit kulturor, ndërsa kapitulli 30 lidhet drejt për drejt me politikën tregtare të vendit ndaj shteteve të treta. Shqipërisë i kërkohet të përafrojë marrëveshjet dhe qëndrimet e saj tregtare me ato të Bashkimit Evropian, si dhe të krijojë kapacitetet për të marrë pjesë në politikat europiane të zhvillimit dhe ndihmës humanitare. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos vlerësoi progresin e bërë nga vendi ynë. Sot është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë në më shumë se 2 dekada, po zhvillojmë 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë. 4 vende që kryesojnë procesin, Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Mali i Zi, po hedhin të gjitha hapat të mëdhenj përpara në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Me Ukrainën dhe Moldavin, po hapim klasterin 6, i cili mbulon fusha si mbrojtja dhe siguria, ku argumentet për antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian janë veçanërisht të forta. Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave, ndërsa Mali i Zi ndodhet tashmë në fazën përfundimtare të negociatave formale, pasi ka mbyllur 18 nga 33 kapituj. Tani ky moment pozitiv duhet të shndërrohet në rezultate konkrete në terren. Mbyllja e kapitujve është e përkohshme dhe nuk nënkupton përfundimin e detyrimeve. Bashkimi Evropian do të vijojë monitorimin e zbatimit të reformave deri në përfundimin e negociatave. Në një intervistë të dhënë për televizionin Skan, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla thekson se sezoni i prodhimit për këtë vit ka qenë i mbarë, ndërkohë ka pasur rritje të ndjeshme të eksporteve, ku janë tregtuar afro 261 milion euro jashtë kufijve. Sezoni bujqësor për gjysmën e parë të këtij viti ka qenë i mbarë dhe po ashtu edhe eksportet. Në një intervistë për Skan TV, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla theksoi se fermerët shqiptar po prodhojnë me cilësi të lartë dhe se deri më tani regjistrohen afro 261 milion euro eksporte të produkteve bujqësore në tregjet evropiane, por jo vetëm. Me një prodhim shumë të mirë gjatë këtij viti dhe dua të theksoj që bujqit tanë dhe të gjithë fermerët kanë bërë një punë të shkëlqyer, doja të thoja, me prodhimin pa problematika. Çfarë do të thotë kjo? Që
kam bërë një prodhim pa mbetje pesticide. Është një punë shumë e mirë që asnjë nga kërkesat që ne kemi kaluar në eksport e kemi dërguar në vendet e Bashkimit Evropian nuk ka pasur problematika të kësaj natyre. Jemi rritur me një përqindje të vogël, do e thoja, por është shumë domethënëse. Për te problematikave, prodhimi ka qenë shumë i mirë, siç u thash, por edhe me një vlerë për 261 milion euro deri tani, pra mund të them deri në 5 mujorin e parë për shkak të vlerës apo të shumës që është dërguar në eksport, që ka një rol të rëndësishëm në ekonominë e fermerëve dhe të eksportit që ne kryem në bujqësi. I pyetur mbi efektshmërinë e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2026, e cila ka sjellë risi, ministri theksoi se ajo është hartuar sipas kërkesave të fermerëve dhe se interesi ka qenë i lartë. Ne kemi mbyllur skemën datën 6. Kemi ngritur grupet e punës për të verifikuar gjithë fermerët. Është një vlerë që ka një interes sepse duket nga vetë fakti që mbi 70 milion euro janë dërguar drejt aplikimeve në skemën kombëtare, që është një shifër goxha me interes ndaj fermerëve, pra kanë besim që duhet të përfitojnë dhe janë të interesuar fajkisht që të merren të këto para drejt tyre. Ne me grupin e punës në urgjencë do të kryejmë të gjithë procedurat ligjore që kanë aplikuar në standard, ka problematika në dokumentacion apo ndonjë problem tjetër që lidhet me sektorin bujqësor apo me fermerët vetë nëse ka një shqetësim në kësaj natyre. Të gjitha takimet që unë kam kryer në të gjithat e tyre kanë qenë nga sugjerimet e tyre, që nga heqja e naftës, që nga futja e skemave të reja, siç është për dosat, siç është për pjesën e uljes së pragut. Ndër të tjera, ministri theksoi se skema kombëtare është vetëm një ndër elementet e mbështetjes së sektorit, ndërkohë që paralelisht po zbatohet garancia sovrane, si dhe së shpejti pritet të hapet dhe programi i PARD. Intervistën e plot me ministrin e bujqësisë Sandi Salla do të keni mundësi që ta ndiqni në fund të këtij edicioni informativ në rubrikën Në brendësi të lajmit. Ndërkohë ecim më tej. Në Komisionin Parlamentar për Evropën dhe Punët e Jashtme është diskutuar një projekt ligj për titujt qeveritar. Nëpërmjet kësaj nisme synohet rritja e transparencës në tregun e kapitaleve dhe forcimi i besimit të investitorëve, ndërsa parashikohen edhe masa ndërshkuese për shkeljet e detyrimeve të transparencës. Me projekt ligjin e ri për transparencën e titujve qeveritare, emetuesit e këtyre titujve ose shoqëritë e listuara në tregun e rregulluar janë të detyruar të bëjnë publik çdo informacion të rëndësishëm. Projekt ligji parashikon kërkesat që duhet të plotësojnë emetuesit pas momentit të emetimit të titujve. Në Komisionin Parlamentar për Evropën dhe Punët e Jashtme, drejtoria e Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, Patris Poshnjari, u shpreh se ky projekt ligj do të ndikojë në zhvillimin e tregut vendas të kapitaleve. Projekt ligji është edhe një bazë shumë e mirë për krijimin dhe zhvillimin e tregut vendas të kapitaleve, si një alternativë financimi dhe si një alternativë investimi për investitorët. Për të arritur këtë, në fakt është e domosdoshme pikërisht rritja e standardeve në drejtim të transparencës për investitorët, me qëllim që ata të marrin edhe vendime të mirë informuara në këtë drejtim. Ky është edhe qëllimi i projekt ligjit, të rris transparencën, të rris besimin e investitorit me qëllim investimin në le të themi instrumente financiare dhe në këtë mënyrë rritet dhe zgjerohet edhe gama e instrumenteve financiare që aktualisht është e përqendruar vetëm kryesisht në dy segmente, në segmentin e titujve të qeverisë dhe në segmentin e disa obligacioneve kryesisht emetuara përmes ofertës private. Informacionet e rregulluara duhet të depozitohen dhe të ruhen në një pikë të vetme të centralizuar, të quajtur mekanizmi zyrtar i caktuar. Ky mekanizëm është një nga instrumentet kryesore të përdorura në Bashkimin Evropian për grumbullimin dhe ruajtjen e informacionit të emetuesve. Ai u mundëson investitorëve të kenë akses në informacion të krahasueshëm dhe të besueshëm, në mënyrë që të marrin vendime të informuara për blerjen, shitjen ose mbajtjen e instrumenteve financiare në portofolin e tyre, tha Poshnjari.
Ky mekanizëm kombëtar do të jetë i lidhur me ato evropian. Ky mekanizmi në Shqipëri, i cili grumbullon informacion, duhet të ndërlidhet me këtë pikë që quhet ESAP, pra European Single Access Point, të ndërlidhet dhe gjithë informacioni do të bëhet në këtë kuadër i aksesueshëm edhe në nivel BE-je. Në rast të shkeljeve të detyrimeve të transparencës, qofshin nga persona fizik apo juridik, autoriteti i mbikëqyrjes financiare do të ketë kompetencën të vendosë masat administrative dhe sanksionet e parashikuara në projekt ligj. Qeveria ka marrë më pak borxh të brendshëm gjatë gjysmës së parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas një raporti të Ministrisë Financave, bonot e thesarit mbeten instrumenti më i përdorur për financimin e borxhit. Ministria e Financave ka shitur 229 miliard lek titull qeveritar gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Të dhënat tregojnë se qeveria ka nxjerrë në ankande 3.5 miliard lek bono thesari dhe obligacione më pak se në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar. Kjo tregon se qeveria nuk ka pasur nevojë të marrë shumë borxh të brendshëm. Bonot e thesarit rezultojnë të jenë instrumenti më i emetuar gjatë 2026-s, ndërsa janari dhe marsi kanë shënuar vlera rekord të emetimeve krahasuar me muajt e tjerë. Shitja e titujve qeveritar realizohet në tregun primar dhe sekondar. Në tregun primar, qeveria shet për herë të parë tituj dhe merr drejt për drejt parat nga investitorët. Në këtë treg marrin pjesë kryesisht banka tregtare, institucionet financiare dhe në disa raste edhe investitorë të tjerë institucional. Pasi këta tituj janë vlerë në tregun primar, ato mund të tregtohen më tej në tregun sekondar. Ky është tregu ku titujt e borxhit që janë emetuar më parë mund të blihen dhe shiten mes bankave, institucioneve financiare apo investitorëve të tjerë, pa përfshirë drejt për drejt qeverinë në transakcion. Sipas një raporti të Ministrisë së Financave për muajin qershor, jelde mesatari i ofertave konkurruese për bonet e thesarit 12 mujore. Në muajin qershor 2026 u përmbyll në nivelin 2.65%. Përsa i përket tregut sekondar, nga bankat zhvilluese të tregut u realizuan 2 transakcione. Totali i tregtimit arriti vlerën 200 milion lek. Nga ana tjetër, në korrik 2026, Ministria e Financave planifikon të emetojë nëpërmjet 7 ankandeve 29.5 miliard lek, nga të cilat 9 miliard lek janë bono thesari dhe 20.5 miliard lek janë obligacione. Kontributet e punonjësve në arkën e shtetit kanë pësuar një rritje të ndjeshme duke sjellë efekte pozitive në skemën e pensioneve. Në 6 muaj nga ky zë janë arktuar 939 milion euro me rritje prej 10.9% krahasuar me një vit më parë. Buxheti i shtetit ka arkëtuar 93.9 miliard lek apo rreth 939 milion euro në gjysmën e parë të vitit, nga detyrimet që kanë paguar punonjësit në sektorin privat, shtetëror si dhe të vetpunësuarit në bujqësi për skemën e pensioneve. Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë se për periudhën janar-qershor 2026 janë arkëtuar afro 9.2 miliard lek apo 92 milion euro më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. E shprehur në përqindje, rritja e të ardhurave regjistrohet në 10.9%. Faktorët që kanë ndikuar në këtë performancë janë disa. Së pari është rritja e pagave në sektorin publik, ndjekur dhe nga sektori privat, duke bërë që paga mesatare në vend të rritet ndjeshëm duke arritur në nivelin e afro 1.000 euro në muaj dhe si rrjedhim dhe pagesa e punonjësve për sigurime. E dyta lidhet me reformën anti-informalitet fokusuar kryesisht në nëndeklarimin e pagave, çka solli një rritje të deklarimeve dhe si rrjedhim dhe të ardhurave të paguara nga kontributet. Po ashtu vendosja e pagave referencë për gjatë këtij viti në sektor si turizmi, ndërtimi dhe mjekësia kanë sjellë një efekt direkt në rritjen e kontributeve dhe shëndoshjen e skemës. Nga ana tjetër, rritja e pagës minimale në shkallë vendi në 50.000 lek nga muaji janar 2026 ka ndikuar në këtë drejtim, duke bërë që të rritet dhe masa e kontributit të paguar. Një faktor tjetër lidhet me rritjen e numrit të bizneseve të hapura në Shqipëri për gjatë vitit 2026, si dhe mirë administrimi nga ana e administratës tatimore, që duket sikur po kompenson disi dhe mungesën e fuqisë punëtore në vend. Pagesa minimale për kontributet të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për individ është rreth 13.950 lek në muaj. Qindra profesione të rregulluara do t'i nënshtrohen një rishikimi të kushteve për licencim dhe ushtrim. Plani i ri synon të heqë barierat e panevojshme, të ulë kostot administrative për qytetarët dhe bizneset dhe të lehtësojë lëvizjen e profesionistëve drejt tregut evropian.
Kriteret për ushtrimin e qindra profesioneve në Shqipëri do t'i nënshtrohen një rishikimi me synimin për të hequr kufizimet e panevojshme dhe për të ulur barrën administrative për qytetarët dhe bizneset. Plani kombëtar i veprimit përfshin mbi 320 profesione të rregulluara në drejtësi, shëndetësi, arsim, inxhinieri, transport, turizëm, sport, financa, sigurime dhe zejtari. Në sit do të kalojnë kushtet për licencim, regjistrim, provime, stazhe, eksperiencë profesionale, tarifa si dhe kriteret e shtetësisë apo vendbanimit. Nisma ndërmerret drejt për drejt në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian për grup kapitullin 2, tregu i brendshëm dhe kapitullin 3, drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime. Ajo lidhet me një kriter përmbyllës, sipas të cilit Shqipëria duhet i paraqes Komisionit Evropian listën e profesioneve të rregulluara dhe arsyetimin për kufizimet që aplikohen ndaj tyre. Çdo kufizim do duhet argumentohet si domosdoshëm dhe proporcional me interesin publik. Kur kjo nuk provohet, parashikohet lehtësimi ose heqja e tij, me qëllim hapjen e tregut të shërbimeve dhe rritjen e konkurrencës. Plani redukton kohën dhe kostot që individët dhe subjektet përballojnë për të hyrë në një profesion. Sipas relacionit, reforma pritet të ulë barrën administrative dhe të digitalizojë gradualisht procedurat. Një pjesë e reformës prek edhe profesionistët e huaj për të cilët pritet të hiqen kriteret e pajustifikuara të shtetësisë ose rezidencës dhe të lehtësohet njohja e diplomave. Synimi është hapja e tregut për profesionistë të kualifikuar, pa cënuar standardet e sigurisë dhe cilësisë. Për çdo profesion do të krijohet një bazë elektronike publike ku do të gjenden kriteret, dokumentet, afatet, tarifat dhe mënyrat e ankimimit. Ndryshimet ligjore dhe nënligjore parashikohen të përfundojnë deri në fund të vitit 2027. Sipas të dhënave të Instat mbi tregun e punës, personat me arsim të mesëm përbëjnë grupin më të madh të papunëve afatgjat, ndërsa Panorama përkeqësohet te gratë me arsim bazë dhe moshat mbi 55 vjeç. Numri të papunëve afatgjat ul gjatë vitit 2025, por të dhënat tregojnë se përmirësimi nuk është shpërndar njësoj mes grup moshave gjinive dhe niveleve të arsimit. Në total, numri i personave të papunë për një periudhë të gjatë zbriti në rreth 78.000, nga mbi 83.000 një vit më parë, kjo edhe për shkak të emigrimit apo plagjes së popullsisë. Grupi më i madh mbetet ai personave me arsim të mesëm, afërsisht 35.000 papunë afatgjat, pak më shumë se kategoria me arsim 8 ose 9 vjeçar. Personat me arsim të lartë përbëjnë një pjesë dukshëm më të vogël të totalit. Të dhënat nxjerrin në pa edhe dallime të forta gjinore. Te burrat grupi më i madh të papunëve afatgjat është ai me arsim të mesëm, ndërsa te gratë mizotërojnë personat me arsim 8-9 vjeçar. Numri i grave në këtë kategori u rrit gjatë gjithë vitit, ndërsa te burrat shënoi rënje. Kjo mund të lidhet me faktin se burrat me arsim më të ulët gjejnë më lehtë punë në ndërtim, bujqësi, transport, prodhim apo punë të tjera fizike, ku diploma nuk është gjithmonë kusht kryesor. Një panoramë e kundërt paraqitet te personat me arsim të lartë. Numri i grave të papunë afatgjat në këtë kategori u reduktua ndjeshëm, ndërsa te burrat u regjistrua rritje. Kjo tregon se ndryshimet brenda së njëjtës kategorie arsimore kanë qenë të ndryshme sipas gjinisë. Edhe mosha ndikon ndjeshëm në shpërndarjen e papunësisë afatgjat. Numri të papunëve u reduktua ndjeshëm te të rinjt, veçanërisht në grup moshën 25-29 vjeç. Në të kundërt, te personat 55 deri në 64 vjeç u regjistrua një rritje dukshme. Kjo e bën më të vështirë situatën për personat pranë moshës së pensionit, të cilët mund të përballen me pengesa më të mëdha për të rikthyer në tregun e punës. Përvoja e gjatë nuk duket se mjafton gjithmonë për të garantuar një punësim të ri, sidomos kur kërkesat e tregut ndryshojnë. Në këtë grup mosh, papunësia afatgjat është rritur në të gjitha nivelet kryesore të arsimit. Popullsia ekonomikisht jo aktive në Shqipëri ul me 1.3% gjatë vitit 2025, Kuksi dhe Gjirokastra regjistruan në rritjen më të lartë të personave jashtë forcës së punës, ndërsa Lezhë shënoi uljen më të madhe. Të dhënat e publikuara nga Instat mbi tregun e punës tregojnë edhe mbijetësurinë e popullsisë ekonomikisht jo aktive në vend. Në këtë kategori përfshihen personat që nuk janë pjesë e forcës së punës, pra nuk janë të punësuar dhe as nuk kërkojnë punë. Këta persona mund të jenë nxënës dhe studentë që vazhdojnë studimet, pensionistë, persona me aftësi të kufizuara, individë angazhuar me detyrat shtëpiake, si edhe persona që nuk kërkojnë punë, pasi besojnë se nuk mund të gjejnë një vend pune. Në nivel kombëtar, popullsia ekonomikisht jo aktive shënoi një ulje për 1.3% gjatë vitit 2025, krahasuar me një vit më parë. Kjo tregon se në tërësi një numër i madh qytetarësh janë integruar në tregun e punës ose kanë hyrë në forcën e punës duke kërkuar punësim. Megjithatë, zhvillimi nuk ishte i njëjtë në të gjitha qarqet.
Kuksi regjistroi rritjen më të lartë në përqindje të popullsisë ekonomikisht jo aktive, me 40.2%, i ndjekur nga Gjirokastra me 26.4%. Rritja u shënua edhe në Elbasan, Dibër dhe Shkodër. Kjo nënkupton se në këto qarqe u shtua numri personave që mbetën jashtë forcës së punës, qoftë edhe për shkak të studimeve, pensionit, angazhimeve familjare apo arsye të tjera. Në anën tjetër, Lezhë regjistroi uljen më të madhe të popullsisë ekonomikisht jo aktive, me 10.3%, e ndjekur nga Berati dhe Tirana. Rënja u shënua gjithashtu në Fier, Korçë, Vlorë dhe Durrës. Kjo tregon se në këto qarqe më shumë persona u përfshin në tregun e punës ose nisën të kërkonin aktivisht një vend pune. Pavarësisht rënjes në nivel kombëtar, Tirana vijon të ketë numrin më të madh të personave ekonomikisht jo aktiv, me rreth 237.000, e ndjekur nga Elbasani me afër 71.000. Këto shifra lidhen kryesisht me faktin se këto qarqe kanë edhe popullsinë më të madhe në vend. Të dhënat sipas Gjinisë tregojnë se femrat përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë ekonomikisht jo aktive. Gjatë vitit 2025, rreth 435.000 gra rezultonin jashtë forcës së punës, kundrejt rreth 290.000 burrave. Megjithatë, krahasuar me një vit më parë, numri personave ekonomikisht jo aktiv ka rënë për të dyja gjinit, duke sinjalizuar një përmirësim të situatës në tregun e punës dhe një përfshirje më të madhe të qytetarëve në aktivitetin ekonomik. Rreth 666.4 milion lek pritet të investojë Autoriteti Rrugor Shqiptar për përmirësimin e sinjalistikës në akset kombëtare të vendit. Objektivi kryesor është rritja e sigurisë rrugore, përmirësimi i orientimit të drejtuesve të mjeteve dhe ulja e numrit të aksidenteve. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka shpallur 4 tendera me një fond limit total rreth 666.4 milion lek për përmirësimin e sinjalistikës dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset kombëtare të rajonit Verior, Qendër Perëndim, Jugor dhe Qendër Lindje. Ndërhyrjet do të përfshin sinjalistikën horizontale, zëvendësimin e tabelave rrugore të dëmtuara, vendosjen e barrierave mbrojtëse, riparimin e parmakëve metalik, elementeve reflektues, ndriçimin e kryqëzimeve problematike, si dhe riparimin e fugave të urave në një sër segmentesh të rrjetit rrugor kombëtar. Objektivi kryesor i projektit është rritja e sigurisë rrugore, përmirësimi i orientimit të drejtuesve të mjeteve dhe ulja e numrit të aksidenteve. Në rajonin Verior, ku fondi limit arrin afro 187.4 milion lek, një nga projektet kryesore është ndërhyrja në bypassin e Shkodrës. Edhe pse infrastruktura rrugore konsiderohet në gjendje shumë të mirë, ARSH vlerëson se sinjalistika horizontale është amortizuar, ndërsa një pjesë e tabelave rrugore kanë humbur reflektueshmërinë dhe funksionalitetin. Projekti parashikon rifreskimin e vijëzimeve, zëvendësimin e tabelave të dëmtuara, riparimin e barrierave metalike dhe kontrollin e sistemit të ndriçimit. Ndërsa në rajonin Qendër Perëndim, ku është parashikuar fondi më i madh për 191.6 milion lekësh, ndërhyrje do të shtrije në disa nga akset më të rëndësishme të vendit. Punimi do të kryhen në segmentet Plepa, Bishti i Zhurit Elbasan, Tiranë Elbasan dhe Çerm Divjak. Projekti përfshin gjithashtu riparimin e fugave të urave në mbikalimet e Shkozetit dhe Plepave në autostradën Tiranë-Elbasan, si dhe në akset Plepa, Bishti i Zhurit dhe Bishti i Zhurit Bradashesh. Në këtë rajon janë planifikuar edhe barriera antizhurmë përgjatë segmentit Plepa-Golem dhe në zonën e Mulletit në autostradën Tiranë-Elbasan. Për rajonin Jugor, ARSH-ja ka parashikuar një fond limit për 187.4 milion lekësh. Ndërhyrjet do të përqendrohen në autostradën Brostar-Levan, si edhe në aksin Mallakastër-Tepelen, Dogana Kakavi, ku do të përmirësohet sinjalistika horizontale dhe vertikale, do të ndriçohen kryqëzimet me rrezikshmëri të lartë dhe do të riparohen fugët e urave përgjatë segmentit Vlorë-Levan. Nga ana tjetër, në rajonin Qendër Lindje, ku fondi limit arrin afro 100 milion lek, punime do të zhvillohen në segmentet Urak Goliki Poshtëm, Unaza Librashtës Gosht, Dris Kanjoni Holtës, Podgoria Liçenas, Libonik Maliq dhe në kryqëzimin Gështenjas në aksin Pogradec Korçë. Ankesat për tenderat publik kanë shënuar rritje gjatë 5 muajve të parë të vitit. Nga janari deri në fund të majit, Komisioni i Prokurimit Publik regjistroi 444 ankesa me nivelin më të lartë në muajin prill. Pjesa më e madhe lidhet me vlerësimin e ofertave, ndërsa kontratat përmallura rezultojnë më të ankimuarat.
Ankesat e operatorëve ekonomik për procedurat e prokurimit publik kanë shënuar rritje të ndjeshme gjatë 5 muajve të parë të vitit 2026, sipas të dhënave të Komisionit të Prokurimit Publik, nga janari deri në fund të majit, janë regjistruar në total 444 ankesa. Numri tyre nisi me 62 në janar, u rrit në 68 gjatë shkurtit dhe arriti në 94 në mars. Niveli më i lartë u regjistrua në prill me 112 ankesa, ndërsa në maj pati një rënje të lehtë me 108 ankesa. Krahasuar me janarin, numri i ankesave të paraqitura në maj rezulton rreth 74% më i lartë. Pjesa dërmuese kundërshtimeve lidhet me mënyrën e vlerësimit të ofertave. Në 5 muaj, për këtë fazë janë paraqitur 300 ankesa, ose rreth 68% e totalit, ndërkohë 143 ankesa kanë kundërshtuar dokumentet standarde të tenderit dhe vetëm një ankesë është klasifikuar në kategorinë tjetër. Sipas objektit të kontratës, tenderat për mallra mbajnë peshën kryesore me 233 ankesa, pas tyre renditen shërbimet me 172 ankesa dhe punët publike me 39 të tilla. Në total, 442 kundërshtime lidhen me procedurat të prokurimit publik, ndërsa vetëm 2 me procedura ankandi. Për koncesionet, partneritetet publike-private, lejet minerare dhe procedurat në fushën e mbrojtjes, nuk është regjistruar asnjë ankesë. Të dhënat tregojnë se problematikat kryesore të tenderëve vijojnë të përqendrohen te faza e vlerësimit dhe te kontratat për furnizimin me mallra dhe shërbime. Mirë, do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Ndjenja globale e investitorëve është ngjitur në nivelin e saj më të fortë që nga shkurti. Sipas sondazhit të menaxherëve të fondeve të Bankës së Amerikës, një shifër rekord prej 54% të anketuarve presin një skenar pa rënje për ekonominë globale. Ndjenja globale e investitorëve është ngjitur në nivelin e tij më të fortë që nga shkurti, me menaxherët e fondeve që po bëhen më optimist për perspektivën ekonomike, shpenzimet e lidhura me inteligjencën artificiale dhe perspektivën e një rezerve federale më të butë, tregoi anketa e fundit globale e menaxherëve të fondeve e Bankës së Amerikës. Shpërndarjet e parave të gatshme ra në një nivel shumë të ulët prej 3.6% nga 4.1% në qershor, nivel që shkaktoi sinjalin e kundërt të shitjes nga Banka e Amerikës, ndërsa një pjesë rekorde të anketuarve thanë se nuk presin rënjet e ekonomisë globale. Sondazhi u krye midis 2 dhe 9 korrikut pas marrëveshjes së përkohshme për të dhënë fund luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Ndjenja e investitorëve u rrit në nivelin më të lartë që nga shkurti, duke reflektuar optimizmin e lidhur me rritjen ekonomike, shpenzimet kapitale të lidhura me inteligjencën artificiale dhe pritet për një politikë monetare më të lehtë. Një shifër rekord për 54% të anketuarve presin një skenar pa rënje për ekonominë globale, ndërsa vetëm 2% parashikojnë një rënje të fortë. Aksionet e gjata globale të gjysmëpërçuesve mbeten tregtia më e ngarkuar e tregut për të tretin muaj radhazi, të përmendura nga 82% e investitorëve, ndërsa disa investitorë ulën pozicionet e teknologjisë në korrik. Asnjë nuk raportoi se kishte mungesë në sektor. 61% të anketuarve thonë se ata që investojnë në shkallë të lartë nuk mund të ulin shpenzimet kapitale këtë vit, kundrejt 28% që presin ulje. Rreziqet e fluskës së inteligjencës artificiale u rritën në vendin e parë midis rreziqeve më të mëdha, me të cilat përballen tregjet, të theksuara nga 45% të anketuarve. 83% nuk presin që rezerva federale të rrisë normat e interesit para zgjedhjeve të mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara në muajin nëntor. Investitorët e ulën parashikimin e tyre për çmimin e naftës në fund të vitit 2026 në $71 për fuqi nga $86 në qershor. OPEC uli parashikimin e kërkesës botërore për naftë në vitin 2026 në 780.000 fuqi në ditë, duke shënuar rishikimin e tretë radhazi në rënje. Sipas OPEC, dinamika e rritjes ekonomike globale në gjysmën e parë të 2026 ka mbetur përgjithsisht elastike. OPEC uli parashikimin e kërkesës botërore për naftë në vitin 2026 në 780.000 fuqi në ditë, duke shënuar rishikimin e tretë radhazi në rënje. Grupi prodhuesve vazhdon të shohë një ndikim më të vogël në konsum që nga fillimi i luftës në Iran sesa parashikues të tjerë, si Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. OPEC tha se ekonomia botërore mund të ketë një performancë më të mirë në pjesën tjetër të vitit dhe rriti parashikimin e saj për kërkesën për naftë për vitin 2027. Lufta e mbylli ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të naftës në botë për muaj të
tërë, duke frenuar miliona fuqi të prodhimit të lindjes së mesme. Prodhimi po fillon të rimëkëmbet pas marrëveshjes së përkohshme të paqes midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, megjithse sulmet e fundit ushtarake po rigjallërojnë shqetësimet mbi dërgesat. Dinamika rritjes ekonomike globale në gjysmën e parë të vitit 2026 ka mbetur përgjithsisht elastike, tha OPEC. Moderimet e mundshme në tensionet gjeopolitike mund të ofrojnë një farë avantazhe për rritjen globale në gjysmën e dytë të vitit 2026 nëse tregjet e energjisë dhe flukset tregtare stabilizohen më tej, shtoi organizata. Parashikimi aktual uli rritjen e pritur të kërkesës për naftë këtë vit nga 970.000 fuqi në ditë që ishte më parë. Për vitin 2027, OPEC pret që kërkesa për naftë të rritet me 1.94 milion fuqi në ditë, 210.000 fuqi në ditë më shumë se parashikimi më parshëm. OPEC Plus, i cili grupon organizatën e vendeve eksportuese të naftës dhe aleat të tillë si Rusia, kishte rënë dakord të rifillonte rritjen e prodhimit nga prilli, por mbyllja e Hormuzit e bëri të pamundur rritjen e prodhimit në nivelet e kuotave të dakorduara. Prodhimi naftës bruto i OPEC Plus ishte mesatarisht 36.28 milion fuqi në ditë në qershor, rreth 3 milion fuqi më shumë se në maj, tha raporti, duke cituar burimet dytësore që OPEC përdor për të monitoruar prodhimin e tij, ndërsa anëtarët e gjirit rifillojnë prodhimin e ndaluar nga lufta e Iranit. Shifra e majit përfshin Emiratet e Bashkuara Arabe që u largua nga OPEC dhe OPEC Plus më 1 maj. Energjia diellore gjeneroi një rekord prej 52 terawatt-orë të energjisë elektrike në Bashkimin Evropian në qershor të 2026, duke përbërë 25% të prodhimit mujor për bllokun. Në Spanjë, energjia diellore gjeneroi mbi 1/3 e energjisë në qershor 2026 për herë të parë. Energjia diellore gjeneroi një rekord prej 52 terawatt-orë të energjisë elektrike në gjithë Bashkimin Evropian në qershor, duke përbërë 25% të prodhimit mujor për bllokun. Kjo tejkaloi nivelin e mëparshëm mujor prej 47 terawatt-orë në maj 2026. Energjia diellore ishte burimi më i madh i energjisë në Bashkimin Evropian për këtë muaj, para energjisë bërthamore me 21%, gazit me 15%, erës 14% dhe energjisë hidroelektrike me 12%, me qymyrin që gjeneroi vetëm 8%. Ky është vetëm muaji i tretë që energjia diellore ka qenë burimi më i madh i energjisë në Bashkimin Evropian pas qershorit 2025 dhe majit 2026. Rritja e energjisë diellore ka qenë vërtet stratosferike, duke tejkaluar parashikime të shumta, thanë analistat. Vetëm në pak vite energjia diellore është ndërruar nga një lojtar i vogël në një pjesë thelbësore të sistemit energjetik të Europës, ndërsa qeveritë dhe qytetarët kërkojnë burime energjie vendase me koste të ulët dhe të shpejta për t'u instaluar. Energjia diellore është rritur me më shumë se 1/5 çdo vit në Bashkimin Evropian mes viteve 2021 dhe 2025, rritja më e shpejtë e çdo bumi energjie. Kjo është kryesisht për shkak të një ritmi të lartë të instalimeve, me 65.1 gigawatt kapacitet të ri të instaluar në vitin 2025. Prodhimi rekordi i energjisë diellore në qershor përkoi me kërkesën relativisht të lartë për energji gjatë verës, e nxitur pjesërisht nga kërkesa për ftoje për shkak të valve rekord të nxehtit. Energjia diellore ndihmoi në ruajtjen e furnizimit me energji elektrike, ndërsa burimet e tjera luftuan në kushte të nxehta dhe të qeta. Rritja e energjisë diellore është e dukshme në të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Deri më tani në vitin 2026, 18 vende kanë arritur rekorde të reja mujore për përqindjen e energjisë nga energjia diellore. Në Spanjë, energjia diellore gjeneroi mbi 1/3 e energjisë në qershor 2026 për herë të parë. Kjo fal investimeve të jashtëzakonshme të vendit në energjinë e pastër, që nga viti 2019 ajo ka dyfishuar kapacitetin e saj të energjisë nga era dhe dielli, duke shtuar mbi 40 gigawatt më shumë se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian përveç Gjermanisë. Tregu i energjisë së cilës është dyfishi i masisë atij të Spanjës. Kjo po jep fryte konsumatorëve. Faturat e energjisë elektrike në Spanjë kanë rënë, ndërsa shumë vende të tjera kanë regjistruar një rritje që nga kriza energjetike e shkaktuar nga shpërthimi i luftës në Iran. Analiza Amber tregoi se familjet kanë kursyer secila nga 10 euro në muaj në faturat e tyre të energjisë elektrike, që kur ngushtica e Hormuzit u mbyll në mars. Organizatat që përfaqësojnë bizneset dhe ato të sektorit energjetik në Britani kanë bërë thirrje e qeverisë së re që pritet të krijohet të ndërmarrë masa urgjente për të ulur kostot e energjisë për kompanitë. Sipas raportit, çmimi i energjisë elektrike për bizneset britanike është rreth 45% më i lartë se mesatarja e vendeve të G7-s.
Organizatat kryesore të biznesit dhe sektorit energjetik në Britaninë e Madhe i kanë bërthirrje qeverisë rreth ndërmarr masa urgjente për uljen e kostove të energjisë për kompanitë, duke argumentuar se çmimet e larta po frenojnë investimet dhe rritjen ekonomike. Ndërkohë që ish kryebashkiaku i Manchesterit, Andy Burnham, bëhet gati të marrë detyrën e kryeministrit, Konfederata e Industrisë Britanike dhe shoqata Energy UK publikuan një raport ku theksohet se rreth 40% e bizneseve kanë reduktuar investimet për shkak të kostove të larta të energjisë. Sipas raportit, çmimi i energjisë elektrike për bizneset britanike është rreth 45% më i lartë se mesatarja e vendeve të G7-s. Dy organizatat propozojnë heqjen e disa tarifave që aktualisht paguhen nga bizneset për financimin e skemave të energjisë rinovueshme. Sipas tyre, këto kosto mund të mbulohen përmes taksave të përgjithshme ose përmes një fondi të posaçëm për tranzicionin energjetik të financuar nga sektori publik ose privat. Raporti rekomandon gjithashtu heqjen e taksës për ndryshimet klimatike nga faturat e energjisë elektrike për subjektet jo familjare. Sipas vlerësimeve të CBI dhe Energy UK, zbatimi këtyre masave mund të ulë kostot e energjisë për bizneset deri në 20%, duke përmirësuar kongrueshmërinë e ekonomisë britanike dhe duke nxitur investime të reja. Kryeekonomistja e Konfederatës së Industrisë Britanike, Louise Hellem, deklaroi se Britania nuk mund të sigurojë rritje më të fortë ekonomike, të ulë kostot e jetesës apo të financojë më mirë shërbimet publike nëse kompanitë vazhdojnë të përballen me fatura kaq të larta të energjisë. Ndërkohë, Kongresi i Sindikatave në Britani ka propozuar rritjen e taksës mbi fitimet e bankave me synimin që të ardhurat shtesë të përdoren për të ulur faturat e energjisë për shumicën e familjeve. Shtëpia e Bardhë ka rimbursuar rreth $81 miliard në tarifa që kishte mbledhur përpara se gjykata e lartë t'i shpallte ato të jashtëligjshme. Tarifa aktuale e përkohshme globale prej 10% skadon më 24 korrik, por Trump po përgatit skema të reja për të taksuar kompanitë. Qeveria amerikane ka kthyer tashmë $10 miliarda në tarifa që kishte mbledhur përpara se gjykata e lartë t'i shpallte ato të paligjshme, sipas shifrave të buxhetit publikuara të hënën. Tarifat kanë qenë një pjesë kyçe e planit ekonomik të Donald Trump që kur ai mori përsëri detyrën vitin e kaluar. Në shkurt, gjykata e lartë anulloi një pjesë të madhe të tarifave shtesë që Trump kishte vendosur, duke detyruar qeverinë t'u kthente parat kompanive që i kishin paguar. Sipas dhënave të buxhetit, Shtetet e Bashkuara kanë paguar plot edhe $1 miliard në rimbursime tarifash për këtë vit fiskal, i cili fillon në tetor të 2025-s, krahasuar me $5 miliard gjatë së njëjtës periudhe të një viti më parë. Një zyrtar i departamentit të thesarit tha se rritja e tarifave ishte pothuajse tërësisht për shkak të vendimit të gjykatës së lartë, ndërsa shumica e rimbursimeve janë bërë në maj dhe qershor. Trump i kishte paraqitur tarifat si një zgjidhje gjithëpërfshirëse për ekonominë, me synimin për të rikthyer fabrikat në SBA, duke arritur marrëveshje më të mira tregtare dhe duke mbyllur deficitin në buxhetin federal. Por deficiti, i cili ishte zvogëluar lehtë vitin e kaluar fal të ardhurave nga tarifa, tani po rritet përsëri. Ai arriti në $1.36 trilion për 9 mujorin e vitit fiskal, duke u rritur me 2%. Shtetet e Bashkuara shpenzuan më shumë se $1 trilion vetëm për të paguar interesat e borxhit, në rritje me 14%, ndërsa shpenzimet ushtarake u rritën me 5% për shkak të luftës në lindjen e mesme. Tarifa aktuale e përkohshme globale prej 10% do të skadojë më 24 korrik, por Shtëpia e Bardhë po përgatit skema të reja për shkak të asaj që e sheh si zbatim të dobët të ligjeve kundër punës së detyruar dhe kapacitetit të tepërt industrial. Propozimi i fundit mund ndikojë partnerët kryesor tregtar, por fshir Mbretërinë e Bashkuar, Japoninë, Indin, Tajvanin dhe Kinën, dhe do t'i mundsonte presidentit Trump të anashkalonte kufizimet e mëparshme të vendosura nga gjykata e lartë në agjendën e tij proteksioniste. Normat e reja të tarifave pritet të jenë midis 10 dhe 12.5%. Muajin e kaluar Trump kërcënoi gjithashtu me një tarif prej 100% ndaj vendeve europiane që aplikojnë një taks shtesë mbi kompanitë më të mëdha amerikane të teknologjisë. Mbretëria e Bashkuar ka një taks prej 2% mbi shërbimet digjitale që zbatohet për platformat e mëdha të mediave sociale, motorët e kërkimit dhe tregjet online. Taksa, e cila aplikohet për kompanitë të tilla si Apple, Google dhe Amazon, mblodhi më shumë se £800 milion në vitet 2024-2025. Edhe Franca, Spanja dhe Italia zbatojnë një taks prej 3% mbi shërbimet digjitale për kompanitë e mëdha që operojnë në vendet e tyre, ndërsa disa vende të tjera të BE-s ose i kanë zbatuar ose kanë propozuar politika të ngjashme.
Mirë, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Në vijim juftoj që të ndiqni intervistën e plot me Ministrin e Bujqësisë Andis Salla dhënë për gazetaren Elisabeta Dosku. Bashkë ndajemi këtu, mirë u takofshim. Përshëndetje të gjithëve, jemi sot në shtëpinë e bujqësisë, do ta quaja, aty ku hartohen politikat për sektorin, si dhe ku monitorohet efektshmëria e tyre, pra ku shihet zbatimi në terren se si përkthehen këto politika për fermerët. Dhe kam kënaqësinë të kemi një intervistë të Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Andis Salla, për të kuptuar se si ka ecur sektori dhe cilat janë planet për të ardhmen. Përshëndetje, është kënaqësi. Përshëndetje, mirë se erdhët në Ministrinë e Bujqësisë. Do të nisim me këtë vit, le të themi çdo 6 mujor jemi mësuar që bëhen analiza se si ka ecur sektori për të kuptuar ku jemi dhe si do vazhdojmë në 6 mujorin e dytë, paktën kështu ndahet viti. Në optikën tuaj si ka qenë ky 6 mujor i parë për Ministrinë e Bujqësisë, për sektorin e bujqësisë në tërësi, si ka performuar ky sektor? Ministria e Bujqësisë, siç ju e thatë, që ndërton politikat dhe merret me gjithë sektorin bujqësor, edhe jo vetëm me statistikat, por edhe mbështetje ndaj fermerëve në terren, por edhe për t'i orientuar ata drejt tregut, për atë çfarë duhet mbjellin, çfarë duhet të ruajmë në farat autoktone, apo në gjithë proceset që ne kryejmë me punojësit tanë në territor. Në statistika, dua të theksoj, pavarësisht të problematikave që ne kemi hasur gjatë kësaj periudhe, nga nëntori, do ta theksoja atë vitin kaluar deri pak kohë, kemi pas problematika në përmbytje në Ngrica, që patëm një problematik në Ngrica, edhe sektori ka pas disa problematike dhe saj natyre. Megjithatë, ne kemi në statistikat dhe në gjithë procedurat që ne kemi ndjekur gjatë kësaj periudhe, me një prodhim shumë të mirë gjatë këtij viti, dhe dua të theksoj që bujqit tanë dhe të gjithë fermerët kanë bërë një punë të shkëlqyer, doja të thoja, me prodhimin pa problematika. Çfarë do të thotë kjo? Që kanë bërë një prodhim pa mbetje pesticide, pa ngarkesa problematika që ne në eksport zakonisht gjithmonë nga mediat na shtojnë që ka disa probleme etj. Kanë respektuar karencën, sepse një pjesë shumë e mirë e tyre që ka pas problematika vitin e kaluar ka qenë pjesa e karencës, ku nuk kanë respektuar afati i kputjes së produkteve, kryesisht ato që ne kemi në sera, që dalim pak më parë nga vendet e tjera të rajonit, sepse klima jone favorizon gjithë produktet dhe ne dalim pothuajse 3 javë ose 1 muaj më parë se vendet e Ballkanit apo të Europës. Dhe është një punë shumë e mirë që asnjë nga kërkesat që ne kemi kaluar në eksport e kemi dërguar në vendet e Bashkimit Evropian nuk ka pasur problematika të kësaj natyre. Jemi rritur me një përqindje të vogël, doja të thoja, por është shumë domethënëse për te problematikave. Prodhimi ka qenë shumë i mirë, siç u thash, por edhe me një vlerë për 261 milion euro deri tani, pra mund të them deri në 5 mujorin e parë, për shkak të vlerës apo të shumës që është dërguar në eksport, që ka zë një rol të rëndësishëm në ekonominë e fermerëve dhe të eksportit që ne kryejm në bujqësi, sepse janë 2 zëra ku do të theksoja, sepse kemi në bujqësi ku është një mbështetje që në fruta perimet, kryesisht në domate, që kemi një përqindje rreth 13%, mund të them, në sektor, që është një peshë të rëndësishme, por edhe ndaj produkteve tjera që janë agropërpunimet që ne kryejmë apo për gjithë procesin e bujqësisë. Pra domatja duket që mban kampion, ndoshta për të disa individ radhazi, dhe duket që ka qenë një sezon i mbar. Ka qenë sezon i mbar dhe pa ngarkesa pesticide. Për te kësaj, nuk flasim vetëm për eksportet, flasim edhe për prodhimin apo të gjithë konsumin që ne bëjmë në Shqipëri. Në çdo dalje që unë bëj, pothuajse jam çdo ditë në territor, takoj fermerët, bisedoj dhe operatorët turistikë, sepse ne jemi në një zgjerim apo të turizmit shqiptar në investime që po kryhen në territor, por edhe ndaj numrit të turistëve që rritet vit mas viti në Shqipëri, konsumohet të gjithë produktet shqiptare, sepse tashmë
e kanë kuptuar që ne prodhojmë shumë mirë, me cilësi, me një standard drejt Bashkimit Evropian, sepse të gjithë produktet që ne dërgojmë janë të certifikuara, kalojnë në laborator, kalojnë analiza dhe siç u thash, nuk kemi pas në këto problematika të kësaj natyre. Por duke pas parasysh që ne kemi prodhuar mirë, tani ne I sugjerojmë dhe janë në çdo tryezë të çdo restoranti apo çdo familje shqiptare, edhe në agroturizmat shqiptar, që është e detyrueshme që të jenë prodhime të vendase, të kemi produkte shqiptare. Dhe kjo bën që ne të jemi edhe ndaj tregut shqiptar një sektor akoma I fort ndaj prodhimeve vendase dhe të konsumohet në çdo tryezë apo në çdo restorant të Shqipërisë prodhimet shqiptare. Dhe kjo është një lajm shumë I mirë dhe më vjen mirë faktikisht që e kanë kuptuar të gjithë operatorët që ne duhet të kemi prodhime vendase në tryezat tona dhe janë me një standard evropian tashmë, sepse të gjithë jo vetëm fermerët vegjël apo të mëdhenj që përpunojnë kanë standarde, por që të gjithë janë tashmë me certifikata, sepse në një ngarkesë që bëjmë kalojnë në një certifikat, sepse një ngarkesë nuk mund të jetë vetëm një fermer nga një pikë grumbullimi, por janë disa fermerë që bëjnë që një ngarkesë të shkojë drejt eksportit. Dhe aty secili nga kontineri apo paletat që dërgohen janë me një kartel ku është shënuar edhe fermeri përkatës që është në ngarkesën, sepse këtu kemi dhe anën e gjurmshmërisë që ne bëjmë në produkt që secili të mbaj përgjegjësinë e tij nëse ka një problem apo një shqetësim që lidhet me sigurinë ushqimore, qoftë territor apo edhe ndaj eksportit që ne kryejmë. Pa diskutim atë duam gjithë si gazetar dhe si drejtues që të kemi një prodhim të sigurt në tavolinat tona. Për herë të parë, si vjet, skemat në bujqësi janë ndryshuar në raport paktën me disa vite më përpara. Keni bërë një riformatim të skemës, tani që janë mbyllur aplikimet, sa e efektshme ju ka rezultuar kjo skemë e re në raport me ato që është aplikuar më parë? Keni bërë një analizë? Ne tashmë e kemi mbyllur skemën datën 6. Kemi ngritur grupet e punës për të verifikuar gjithë fermerët. Është një vlerë që ka një interes sepse duket nga vetë fakti që mbi 70 milion euro janë dërguar drejt aplikimeve në skemën kombëtare, që është një shifër goxha me interes ndaj fermerëve, pra kanë besim që duhet të përfitojnë dhe janë të interesuar faktikisht që të merren të këto para drejt tyre. Ne me grupin e punës në urgjencë do të kryejmë të gjithë procedurat ligjore që kanë aplikuar në standard, ka problematika në dokumentacion apo ndonjë problem tjetër që lidhet me sektorin bujqësor apo me fermerët vetë nëse ka një shqetësim në kësaj natyre. Por vit pas viti fermerët aplikojnë tashmë online, aplikojnë te agropikat tona, por edhe në një sit administrative. Dhe janë disa komponentë që ne duhet I verifikojnë se si janë këto procedura dhe më pas ne vazhdojmë me dërgimin e parave nëpërmjet llogarive të tyre apo skemave si mas. Pra, kemi një analizë nëse ka qenë më e mirë se vitet e tjera apo jo. Kjo skemë është bërë nga vetë fermerët. A ka kërkuar ata, janë sepse të gjitha takimet që unë kam kryer në të gjithat e tyre kanë qenë nga sugjerimet e tyre, që nga heqja e naftës, që nga futja e skemave të reja, siç është për dosat, siç është për pjesën e uljes së pragut, sepse në disa nga zonat jo të gjithë përfitonin. Pra, kam bërë vetë fermerët faktin që me të gjithat e tyre ne arritëm të kuptojmë që kishte nevojë për ndryshime. Jo pa bënim nga zyra, me politikat tona, me të gjithë stafin, apo me drejtorat, apo me këto tjetër, që të bëjmë një skemë nga zyra dhe t'ja paraqisim fermerëve dhe them kjo është skema, këtë do të përfitoni ndryshe o aplikoni ose nuk shkon. Pra është një skemë që vjen nga terreni. Kjo është përveç se është një skemë nga terreni, por ato janë paratë e tyre. Ne nuk kemi heqë asgjë, hoqën këtë, futën këtë, shto kjo, hoq ajo. Ato janë paratë e tyre.